Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e refuzoi ftesën e kryeministrit në detyrë Albin Kurti për koalicionin LVV-LDK. Abdigjiku propozoi që të krijohet një qeveri e tranzicionit deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Pas refuzimit nga LDK-ja, ka reaguar zëvendësministri në detyrë i drejtësisë, Blerim Sallau. Ai e ka quajtur jo kushtetues propozimin e Abdigjikut. Është jo kushtetuese të propozosh nga pozicioni i tretë qeveri tranzicionale. Kjo edhe format e tjera të krijimit të qeverisë takojnë dikujt tjetër, ka pohuar ai. Edhe deputetja Donika Gërvalla ka reaguar pas thirrjes së kryetarit të LDK-s për qeverinë tranzitore që do të përfshinte të gjitha partitë shqiptare parlamentare, përfshirë këtu PDK-n dhe AAK-n. Jo pa PDK-n, vetëm bashkë me PDK-n. Ky ishte mesazhi i sotëm i Lumir Abdigjikut, kryetarit të Lidhjes së Re dhe ideatorit të Rrugës së Re, shkroi Gërvalla në rrjetet sociale. Ajo shtoi se ky orientim është arsyeja pse, sipas saj, votuesi i LDK-s e ka braktisur këtë parti dhe këtë kryetar të përkohshëm. Lumir Abdigjiku e propozoi qeverinë e tranzicionit vetëm një ditë pas ftesës së Albin Kurtit për të qeverisur së bashku. Ka marrë një letër nga kryetari i vetëvendosjes dhe i nxitur nga konsiderata për votuesit e vetëvendosjes, ka ndier nevojën që t'i përsërisë qëndrimet dhe bindjet tona mbi çështjet që janë ngritur mbi atë. LDK-ja, duke parë stanjimin 4 vjeçar, e kanë fjalën për aleancat e rrezikuara, e kanë vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me zotin Kurti, por sot vendi është në krizë të thellë institucionale, pikërisht për shkak të partisë së parë, dhe zgjidhjen nga kjo bllokadë LDK-ja e konsideron të domosdoshme. Propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi me të gjitha partitë për nisjen e një qeverie nacionale të tranzicionit, ka deklaruar Abdigjiku. Ndryshe 2 muaj pas zgjedhjeve parlamentare ku vendi ende nuk pa arrin të konstituohet, kjo pasi partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, nuk pa arrin të sigurojë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentare së propozuar prej tyre, Albulena Haxhiu.